Mirëmbrëma nga foleja e Ujve Kuqezi, ku jemi takuar, kemi folur dhe ku mbi të gjitha dominon bindja se duhet një mbështetje e jashtëzakonshme, por duhet edhe një dinjitet, maturi dhe europianizëm i jashtëzakonshëm në ndeshjen e Elbasan Arenës. Tashti, ja ku i keni me radhë. Ne jemi shqiptar, ne jemi europiane. Ta kthejmë në fesë ditën e 8 tetor, të gjithë së bashku. Do mundohemi t'ju justifikojmë atë besim, atë krenari që keni tregu për ne prapë në fushën e lojës, tregojeni dhe ju atë që keni tregu për ne si çdo ndeshje tjetër. Me dinjitet dhe qetësi në stadiumin dhe gjithë bashkë do të na mshesni dhe të shkojmë në Europianin në 2016. Ka akoma. Dhe e bëjmë së bashku. I vetmi qëllim është Franca 2016. Ne e kena një zemër Kuqezi. Zemra Kuqezi duhet rraj fort, qoftë në fushë, qoftë në shkallën e stadiumit, por mbi të gjitha në fund duhet fitoj kombëtarja dhe duhet fitoj edhe imazhi i Shqipërisë si një vend europian me një kombëtar që shkon drejt kampionatit evropian.